Pas korrigjimit të shifrave zyrtare, Instat ka zbuluar se eksportet shqiptare nuk kanë pasur asnjë periudhë rritje gjatë këtij viti. Përkundazi, ekonomia ka përjetuar një tendencë të qëndrueshme rënëse që është ndjerë në çdo muaj të 9 muajit të parë të 2025-s. Sipas të dhënave të fundit në shtator, eksportet e mallrave arritën në 27 miliard lekë, duke ulur me 10.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në total, për 9 mujorin janar-shtator, eksportet kanë qenë 260 miliard lekë, me një tkurrje prej 7.9% në raport me 2024-ën. Këto rezultate përmbysin plotësisht panoramën që Instat kishte paraqitur më herët, kur për 8 mujorin raportonte një rritje prej 3.5%. Sipas rishikimeve, kjo rritje ishte shtrembëruar nga përfshirja e mallrave tranzit që kalojnë nga Shqipëria drejt Kosovës. Në fakt që prej 1 janar të 2025 tranzitet e karburanteve drejt Kosovës janë regjistruar si ri-eksporte, duke krijuar një fryrë artificiale të vlerës së eksporteve në total, veçanërisht në grupin minerale, lënë të djegëse dhe energji. Por kur këto efekte hiqen nga bilanci, del në pa realiteti. Eksportet shqiptare janë në rënje të qëndrueshme. Goditjen më të fortë kanë pasur materialet e ndërtimit dhe metalet, që kanë ulur ndjeshëm volumin dhe vlerën e shitjeve jashtë vendit. Në anën tjetër, tekstilet dhe këpucët kanë shfaqur një stabilizim në shtator, duke e zbutur disi ndikimi negativ në total. Rishikimi të dhënave ka ndikuar edhe në deficitin tregtar, i cili rezulton më i lartë se sa raportohej më parë. Deri pak javë më parë, të dhënat e zyrtare tregonin për një ulje të deficitit, por pas korrigjimeve tabloja është përmbysur. Në përmbledhje, eksportet shqiptare janë tkurrur me 7.9% në 9 mujorin e parë të 2025-s, duke reflektuar ngadalësimin e kërkesës ndërkombëtare dhe varësinë e lartë të ekonomisë nga disa sektorë të kufizuar si ndërtimi dhe energjia.